Do t'i kthehemi tani zhvillimit që ka ndodhur vetëm disa çaste më parë në Laç. Bëhet fjalë për një ngjarje të rëndë. Një 40 vjeçar ka mbetur i vrarë si pasojë e një sulmi me armëzjarri. Kolegu ynë Martin Marku ka shkuar në vendin e ngjarjes, na përcjell tani hollësit. Martin, mirëmbrëma, të përshëndes. Çfarë ka mundur të mësosh në lidhje me këtë ngjarje të rëndë? Po, Leftion, në fakt, qyteti i Laçit është rënditur mbrëmjen e sotme, në fakt nga një vrasje me armëzjarri, bëhet fjalë për vrasjen e një 40 vjeçar identifikuar si Ilir Lika, por që në fakt sipas informacioneve më të fundit, ky shtetas posedonte edhe 4 mbiemra të tjerë, më konkretisht Ilir Gjini, alias Lika, alias Kokaj, alias Nure. Ndërkohë ngjarja është regjistruar pikërisht në afërsitë të hyrjes së pallatit të viktimës, pikërisht Ilir Likës, i cili ka qenë duke zbritur nga automjeti i tij, teksa sipas informacioneve më të fundit ai ka qenë duke zbritur për të hyrë në banesë dhe persona ende të paidentifikuar kanë qelluar me breshëri, plumbash, duke e lënë fillimisht të plagosur, paktën sipas edhe njoftimit zyrtar Leftion nga ana e policisë, derisa zbot të dijes ai ka humbur jetën gjatë dërgimit për në spitalin e traumës në Tiranë, pasi ka marrë disa plumba në trup, por janë grupi i hetimor i cili ka mbritur me njëherë në vendin e ngjarjes, është duke hetuar në lidhje me rrethanat dhe shkaqet e kësaj vrasje e cila tronditi, siç e thash, qytetin e Laçit mbrëmjen e sotme. Ndërkohë janë forcat e shumta të policisë, grupet operacionale, forcat speciale dhe grupi ekspertëve të cilët tashmë janë duke mbledhur të gjitha provat materiale, por mbeten ende mister shkaqet në fakt të Leftion, për shkak edhe të dinamikës dhe mënyrës se si ka ndodhur dhe për shkak edhe sepse kjo ngjarje ka vetëm pak minuta më parë që ka ndodhur. Por ajo çfarë vjen të theksohet është se kjo ngjarje e rëndë është regjistruar shumë afër komisariatit të policisë Laçit, rreth mund të themi 50 metra në afërsitë e këtij komisariatit, ndërsa autori ose autorët, pasi ky shoti janë më shumë se 2 persona, tashmë janë larguar në drejtim paditur paktën për momentin Leftion, për shkak se siç e thash, ngjarja ka vetëm pak minuta që ka ndodhur dhe mbeten ende të paqarta dhe shkaqet, por normalisht edhe identifikimi i autorëve. Pavarësisht se vendi ku ka ndodhur, pra me sa duket është zonë e ndriçuar, ashtu ka dhe kamera sigurie të disa familjeve këtu, por megjithatë mbeten në fakt të pazbuluar për momentin autorët e kësaj ngjarje. Martin, nga të dhënat e deri tanishme kuptojmë që kemi të bëjmë me një atentat të mirë organizuar nga një ose nga disa persona, ndërsa ti e përmende më herët viktima kishte edhe 4 mbiemra. Çka do të thotë se është një person i cili mund të ketë pasur probleme në të kaluarën? Në fakt është duke u hetuar Leftion për shkak edhe këtë një backgroundit i cili në fakt paktën nga komunikimet të policisë dhe informacioneve dhe burimeve tona është mësuar pra që shtetasi të kishte edhe 4 mbiemra të tjerë, të cilët rezulton pra një emër jo pak i njohur, paktën deri në këtë moment, por nuk mund të bëjmë ndoshta një background të ngjarjeve që mund të jetë përfshirë pikërisht viktima e mbrëmjes së sotme. Megjithatë, grupi hetimor tashmë është ngritur dhe është duke mbledhur provat e shumta materiale në vendin e ngjarjes për të arritur dhe për të zbuluar ndoshta edhe të gjithë dinamikën se si ka ndodhur krimi mbrëmjen e sotme. Pra siç e thash, ai është ekzekutuar me armëzjarri në afërsi të hyrjes së apartamentit të tij në zemër të qytetit të Laçit, dhe siç e thash, shumë afër komisariatit të këtij qyteti. Në rregull Martin, besoj nesër do të kemi më tepër informacion dhe ngjarja do të jetë disi më e qartë. Të falenderoj për gjitha hollësitë